9 grada. Do të vjojmë se të jemi së bashku në transmetim tashmë me Virtual Wars për të parë momentet kryesore të botës virtuale, çfarë po diskutohet dhe çfarë po komentohet. Po diskutohet në fakt sërish për jetën e Britney Spears, e cila duke se ka gjetur qetësim pas fitores edhe të padis kundrejt prindërve të saj për të pasur lirinë totalisht të mirave materiale dhe ekonomike që Britney Spears dispononte, por vijon që diskutohet në rrjetet sociale pas shpërndarjes së videove të shumta të vetë këngëtares amerikane se e fundit ka shqetësime apo probleme të shëndetit mendor. Mirë po, në një intervistë të fundit për Entertainment News në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ish bashorti i Britney Spears, Kevin Federline, ka rrëfyer detaje dhe gjithashtu çfarë ka shkruar në librin e tij You Thought You Knew, ti mendove se e dije, i cili do të publikohet më 21 tetor. Dhe ndër të tjera, Kevin Federline flet për ditën e dasmës me Britney Spears, për Britney Spears si mama, dhe për situatat ndryshme të cilat e friksonin Kevin Federline, por njëkohësisht e bënin atë të friksuar për jetën e këngëtares amerikane. Britney Spears në fakt ka reaguar kundrejt deklaratave, të cilat do t'i shohim një për një nëpërmjet një reagimi në Instagram të një fotoje të oqeanit. Ajo deklaron se duhet të nderojmë prindërit, maman dhe babain, dhe ata që na mbrojnë zemrën, duhet vetëm t'i nderojnë ata nëse ata ju kanë nderuar juve në mënyrë të shenjtë, nëse jo, gjeni një familje të re. Dhe u duk si një kunje drejt për drejt kundrejt Kevin Federline, me cilin ka 2 fëmijë, djemt të saj, Sean Preston 20 vjeç dhe Jaden James 19 vjeç. Por çfarë tha Kevin Federline në intervistë në Entertainment News që e zemëroi kaq shumë Britney Spears? Ai deklaroi se pas divorcit Britney Spears qëndronte me fëmijët e friksuar për jetën e tyre dhe teksa ata flinin gjumë, zgjoheshin dhe e gjenin të ëmën që flinte apo qëndronte mbi kokën e tyre zgjuar me një thik në dorë, duke insinuar se në fakt Kevin Federline donte të kishte edhe më pas e fitoi të drejtën e rritjes së fëmijëve të tyre si pasojë edhe e problemeve të shëndetit mendor që Britney Spears raportohej të kishte. Ndër të tjera, deklaroi se videot që Britney Spears poston në rrjetet sociale janë një sinjal mjaft shqetësues i shëndetit të saj mendor dhe ai friksohet vazhdimisht për jetën e këngëtares amerikane 43 vjeçare. Libri është komentuar nga përfaqësuesit e Britney Spears. Me lajme nga libri i Kevin që u publikuan, edhe njëherë ai dhe të tjerë po përfitojnë prej Britney Spears dhe për fat të keq kjo vjen pasi mbështetja për fëmijët, mbështetja financiare, ka mbaruar për Kevin Federline dhe ky fundit ka nevojë që sërish të marrë të ardhura financiare nga emri Britney Spears pasi nuk ka si të mbajë veten e tij. Këto ishin edhe pikërisht deklaratat e përfaqësimit të këngëtares amerikane. Por një moment shumë i diskutuar ka të bëjë edhe me përfshirjen e Justin Timberlake, i cili vijon jetën e tij totalisht i papërfshirë pas disa situatave problematike të jetës së tij personale, me bashorten e tij, me koncerte tashmë të përfunduara, me arrestime si pasojë e dhënies ngarjes së makinës nën influencën e alkoolit. Sipas Kevin Federline, në vitin 2004, në Santa Monica, teksa ai dhe Britney Spears do të martoheshin, në ditën e tyre dasmës, Britney Spears ka telefonuar Justin Timberlake si për të dhënë edhe fjalën e fundit. Sipas Kevin Federline, ai ka pyetur Britney kur e pa me telefon në dorë dhe kjo e fundit ka pranuar se ka zhvilluar një telefonat me Justin Timberlake. Në atë kohë ata ishin të ndarë prej vitesh, por do doja të rikujtoja se Britney Spears në librin e saj biografik të vitit 2023, The Woman in Me, ka shprehur, ka shkruar se ajo ka abortuar një fëmijë të cilën e kishte me Justin Timberlake, një ndër momentet më të trishta të jetës së saj. Kevin Federline, kur u pyet nga gazetarët e Entertainment News nëse ka ende dashuri nga ana e Britney për Justin Timberlake, ai deklaroi se këtë nuk mund ta them nëse ka dashuri apo jo, por në atë kohë kishte. Ajo më tha që komunikoi me Justin Timberlake në telefon dhe unë thjesht e pranova dhe vendosa që të martoheshim gjithsesi. Të dy janë divorcuar në vitin 2007, pasi sollën në jetë edhe 2 fëmijët e tyre të cilat janë 20 dhe 19 vjeç dhe ka një profil mjaft të ulët publik. Ndërkohë, Jennifer Aniston gjithashtu ka folur për jetën e saj personale. Aktoria e cila është komentuar për marrëdhëniet dashurore dhe gjithashtu edhe për faktin se në moshën që është ende nuk ka një fëmijë. Aktoria 56 vjeçare është rrëfyer për podcastin Armchair Expert.
pyetjeve të mëdha të publikut të gjerë se si ka mundësi që Jennifer Aniston ende nuk ka sjellë në jetë një fëmijë apo pse nuk ka birësuar një fëmijë. Dhe Aniston ka deklaruar, nuk doja të birësoja, doja të kishte një fëmijë tim, që të kishte gjakun tim dhe adënën time. Tentova për 20 vite fertilizim in vitro dhe metoda të ndryshme dhe ato nuk ecën dhe duket se plani është vendosur pikërisht nga trupi im, deklaron Aniston, i cili nuk donte që unë të bëhesha nën. Dhe ky është plani, cile do qofte dhe arsyeja. Ka përfunduar rrëfimin e saj për podcastin Armchair Expert, aktoria 56 vjeçare. Dhe ky vendim dhe kjo deklarate, Jennifer Aniston ka polarizuar shoqërinë ndërkombëtarisht me njerëz të cilët e kanë cilësuar mjaft egoiste Aniston, që i ka të gjitha mundësitë që të rrisi një fëmijë në kushte të jashtëzakonshme dhe ta bëjë atë një qytetar të denj, por edhe të suksesshëm, dhe me të tjerë të cilët kanë deklaruar se është vendimi i Jennifer Aniston nëse dëshiron të adoptojë, nëse dëshiron që të bëjë një fëmijë me fertilizim in vitro apo me nën surrogate. I takon vetëm asaj vendimi, pasi jeta është vetëm e saj. Vjojmë divorce. Ndarja divorci i papritur i Sias me bashortin e saj. Sia, një këngëtare mjaft e suksesshme, e hiteve Chandelier dhe Titanium, e njohur për pamjen e saj dhe fytyrën e fshehur poshtë balukeve, ka probleme ligjore pasi në gjyqin e divorcit të ish bashorti i saj kërkon $250,000 si mbështetje bashkëshortore sipas dokumentave të gjykatës amerikane. Është një mjek, Daniel Bernard, i cili ka deklaruar se i nevojitet pagesa mujore për të ruajtur jetën luksoze dhe të klasit të lartë që kishte gëzuar gjatë martesës me Sian. Sia një kantautore mjaft e suksesshme dhe patjetër suksetes i kanë sjellë dhe mjaft i kanë rritur pikërisht edhe ato shifrat, ato zerot pas në llogarinë bankare. Në dokumente gjyqësore Bernard tha se çifti, i cili u martua në dhjetor 2022 dhe ka një djalë 18 muajsh, kishte më shumë se $400,000 shpenzime mujore për avion privat, pushime, restorante luksoze dhe disa anëtar të stafit me kohë të plotë. Nuk kemi pasur kurrë nevojë të monitorojmë shpenzimet tona të jetesës, deklaroi Bernard. 47 vjeçari tha se urdhri i përkohshëm i mbështetjes financiare që ai kërkonte ishte i nevojshëm, sepse Sia ishte kryefamiljarja në familjen e tyre. Një ish onkolog, Bernard tha se gjithashtu do i duhet përfundonte disa vite trajnimi dhe të kalonte disa provime të tjera përpara se të mund të rinovonte certifikimin e tij dhe të ushtronte përsëri profesionin të cilën e kishte lënë për të zhvilluar biznesin e dështuar me Sian, i cili ishte një spital. Ai kërkoi gjithashtu pagesa shtesë për të ndihmuar në mbulimet e kostove ligjore dhe kontabilitetit mjeko ligjor. $250,000 kërkon ish bashorti që t'i jap Sia në mbështetje bashkërtore. Do të kthehemi me nostalgji në ato kohë kur telefonave do na duhej që të shtypnim 3 herë të njëjtin buton për të nxjerrë gërmën që dëshironim. Tashmë në botën virtuale dhe pikërisht në perëndim, këta telefona quhen dumb phones, telefona jo inteligjent, për të mos i ofenduar në fakt disa nga mjetet teknologjike të asaj kohe që na kanë ndihmuar për të lehtësuar komunikimin mes njëri tjetrit, pikërisht shpihet jashtëzakonshme të shumë viteve më parë, të cilët u zëvendësuan me daljen dhe pikërisht të ndërtimin e telefonave inteligjent dhe me iPhone-in e famshëm kompanisë Apple dhe inovacionin e Steve Jobs. Mirë po, ta telefona jo inteligjent janë shumë të domosdoshëm në ditët e sotme në 2025, kur njerëzit dhe kohëve moderne kërkojnë distancohen pikërisht nga grumbulli jashtëzakonisht shumë i madh i informacionit, që është i pashmangshëm dhe është në çdo rrjet social. Të gjithë kanë një llogari në Instagram, në Facebook, të gjithë hapin YouTube-in, të gjithë kanë TikTok, të gjithë kanë WhatsApp. Është kaq e lehtë të aksesosh një person. Mund ta marrësh në telefon gjatë kohës, mund të shkruash një mesazh gjatë kohës, dhe kjo ka shkaktuar shqetësime të shëndetit mendor, ku persona vuajnë nga ankthi pikërisht se u bie telefoni, apo dëgjojnë zilen e njoftimeve të ndryshme në telefonin e tyre, dhe përpasoj karta ID, të cilat mund të futen në telefonat dumb phone, mund të ndihmoj këta të fundit për të bërë më inteligjent, pra më të zhvilluar teknologjikisht, por njëkohësisht të ofrojë dhe izolimin që personat caktuar në të gjithë planetin ton të kenë mundësi që të izolohen nga përmbajtja e jashtëzakonshme e botës virtuale dhe aksesi i palimituar që gjithkush ka në jetën tonë. Ka shumë njerëz në fakt në botë që zgjedhin që struken pikërisht në atë izolimin e tyre apo të jenë edhe introvert, dhe ka gjithashtu shumë të tjerë që refuzojnë një telefon inteligjent me të gjitha të mirat dhe lehtësira që ky i fundit sjell. Por
një ndër shqetësimet ka krijuar dhe një term të ri në zhargonin e përditshëm të Amerikanëve dhe jo vetëm, tashmë të personave që përdorin rrjetet sociale, duhet thënë. Quhet pubbing. Dhe do të thotë, kur ti je me partnerin ose partneren tënde, të dashurën, burrin, bashorte, nuk ka rëndësi. Teksa kaloni kohë kualitative me njëri tjetrin, po në fakt nuk është as pak kualitative, sepse secili është duke përdorur telefonin e tij. Jeni duke ngrënë darkë dhe secili është me një dorë duke ngrënë ushqimin dhe nga dora tjetër duke parë njoftimet të ndryshme në telefonin e tij. Pubbing quhet kjo dhe në fakt vjen për disa arsye dhe shkakton disa problematika. Fillimisht, duhet thënë se jo të gjithë kanë problem këtë gjë. Në çifte, gjithë secili zgjedh se si ta kaloj kohën e tij kualitative. Ka njerëz që pëlqejnë në fakt që të mos flasin, të jenë në qetësi në kohën kualitative me partnerin. Ka të tjerë që ndjejnë një ankth të jashtëzakonshëm kur tentojnë të krijojnë kontakt me sy me partnerin e tyre, por këta të fundit as nuk e ngrejnë kokën nga ekrani i telefonit për të kthyer përgjigje. Por, gjithashtu në studimet të mëparshme të vitit 2022, kjo sjellje mund të quhet edhe si një sjellje hakmarrëse. Si të kuptojmë kur partneri ka probleme me ne? Nuk po i ngrin syt dhe sheh vetëm telefonit. Hakmarrje në një sjellje pasiv-agresive për të mos komunikuar me partnerin për shkak të shqetësimeve, problematikave apo mos pëlqimit që kemi për situata ndryshme brenda marrëdhënies. Dhe si mund të thyet ky cikël? Në fakt me komunikim. Çdo gjë ditë sot më arrihet me komunikim. Dhe komunikimi, përtej me qenieve njerëzore, tashmë bëhet edhe me robotët, apo e thënë ndryshe me chatbotët. Chatboti më i përdorur aktualisht në rrjetet sociale është ChatGPT, që na ofrohet nga kompania OpenAI. Është një gjenerues i të dhënave në kohë reale që duhet thënë është në mbi 100 milion telefonat e përdoruesve dhe personave që ka një telefon inteligjent dhe jo një dumb phone, si thamë vetëm pak më parë. Drejtuesi ekzekutiv i kësaj kompanie, Sam Altman, ka deklaruar, ka rrëfyer për mediat ndërkombëtarisht se tashmë ChatGPT do të ketë edhe një funksion tjetër. Ai mund të përdoret edhe për erotik, mund të përdoret edhe për të shkëmbyer mesazhe sensuale mes qenies njerëzore edhe këtij roboti që thjesht grumbullon të dhënat. Të rriturit, të cilët do të kenë mundësi që të abonohen, pra do të jetë vetëm për persona plus 18 vjeç, do të jenë në gjendje të përdorë një version më pak të censuruar të ChatGPT-s, që u lejon atyre të krijojnë materiale erotike. Në dhjetor, ndërsa e zbatojmë më plotësisht kufizimin e moshës dhe pjesën e përparimit ton, trajtoni përdoruesit e rritur si të rritur, do të lejojmë edhe më shumë, si për shembull erotik për të rriturit e verifikuar, deklaroi Sam Altman të martën në platformën sociale X. Përditësimet do të japin përdoruesve të rritur të verifikuar më shumë zgjedhje se si chatboti i inteligjencës artificiale jep përgjigje, pavarësisht nëse flet si një mik apo përdor edhe një formë më flirtuese për të komunikuar. Rikujtojmë edhe një film shumë të suksesshëm, filmi Her, ku personazhi kryesor bien në dashuri me zërin e robotit dhe zgjedh që të jetojë totalisht i izoluar me dashurinë e tij platonike që ishte thjesht një zë, ishte thjesht një robot dhe ishte thjesht inteligjencë artificiale. Ndërkohë, kompania pretendon se ka gjetur një mënyrë për të mbajtur platformën e sigurt për përdoruesit me probleme të shëndetit mendor dhe tani mund të ofrojë më shumë fleksibilitet për të tjerët, të rriturit që nuk janë në rrezik për dëmtime serioze, si çrregullimet shëndetit mendor apo shenja të cilat sjellin mendime destruktive dhe të vrasëse, duhet të kenë shumë liri në mënyrën se si e përdorin ChatGPT-n, deklaroi Altman. Kompania është përballur në fakt me kritika të ashpra për sa i përket rasteve të shumta të personave që kanë ndërmarrë akte dëmtuese kundrejt të tjerëve, por edhe vetë dëmtuese si pasojë e komunikimit me ChatGPT-n. Më së shumti këta kanë qenë fëmijë të mitur, të cilët kanë zgjedhur që të vrasin vetëm pasi kanë komunikuar me jo vetëm ChatGPT-n, por software të inteligjencës artificiale në raste mjaft të dhimbshme që ka detyruar dhe prindrit e fëmijëve të vetë vrarë të hedhin në gjyq kompani të ndryshme, por njëkohësisht ka pasur dhe raportime si një 13 vjeçar në Shtetet e Bashkuara mori armën dhe shkoi drejt shkollës pasi kishte pyetur ChatGPT-n se si të vriste shokët e tij të klasës.